Ish kryeministri italian i së majtës Massimo D'Alema, që është larguar nga politika për të marrë me aktivitetin e tij privat, ka bërë shumë para duke shërbyer si lobues, ashtu sikurse homologët e tij Tony Blair apo Gerhard Schröder, ata din t'i gjuajnë klientët fitim prurës dhe njëri prej tyre është sipas të gjitha gjasave Edi Rama. Gazeta e së djathtës italiane Il Giornale e ka kushtuar atij një artikull të cilin e fillon me frazën se D'Alema ka një nuhatje të shkëlqyer për biznes. Aty bëhet një bilanc i fitimeve të shoqërisë së tij të konsulencës DLM Advisor, të cilën ish kryeministri dhe ish sekretari i DS e kontrollon 100% dhe që e ka themeluar në vitin 2019 pasi la jetën aktive politike. Shoqëria ka si objekt konsulencën në fushën e proceseve të ndërkombëtarizimit të tregjeve të ndryshme të huaja për kërkimin dhe tërheqjen e investimeve nga kompani private, thuhet në shkrim. Një biznes fitim prurës, duke qenë se bilanci i vitit 2024 është mbyllur me 1.578.170 euro fitim, rritje e krahasuar me 1.358.662 euro në 2023 dhe sidomos me 393.807 euro të vëna mënja në 2022, pasi jep të dhëna për bizneset të tjera në bujqësi dhe prodhimin e verërave. Il Giornale thotë edhe një fakt interesant për Shqipërinë. Nuk ka megjithatë referenca për aventurën sipërmarrëse të D'Alemas në Shqipëri. Aksionet e shoqërisë së konsulencës së themeluar në Tiranë në janar të vitit 2023, AI Albania, janë të regjistruara me emrin personal të ish kryeministrit, prandaj nuk lidhen me zinxhirin e kompanive të ngritura në Itali, shkruan e përditshmja italiane. Në fakt, ekzistenca e kësaj shoqërie shqiptare të D'Alemos u zbulua për herë të parë nga emisioni i fortë investigativ i Rai 3 Report. Gazetari italian Giorgio Mottola pyeti direkt Edi Ramën nëse ish kryeministri italian punonte si lobist për të, nisur nga fakti se ai është faqur me intervista në mbrojtje të Ramos në shtypin italian. E pabesueshme, kurrë nuk kanë folur për tregti me Massimo D'Aleman, kanë folur gjithnjë për politikën, kanë folur gjithnjë për Shqipërinë, kanë folur gjithnjë për pastaj ai është i lirë të bëjë çfarë të dojë. E po, ti paraqesesh gjithmonë këto gjëra kështu, dhe Rama i çuditur duke i quajtur D'Alemën jo lobist, por mentorin e tij. Në investigimin e tij, Report pati zbuluar se zyrat e shoqërisë së D'Alemës gjenden në Pallatin e Kulturës në Tiranë. Aty citoi ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, që thoshte se D'Alema lobon në Shqipëri për një kompani kriptovalutash. Po ashtu si Rama edhe D'Alema refuzoi të përgjigje për Rai 3 se pse e kishte hapur kompani në vendin ton. Mister mbetet edhe shifra që ai ka fituar këtu, ndryshe nga ajo në Itali që është transparente. Atë se ka zbuluar dot as Il Giornale.